Një ekran që tregon fotografi të disa trupave u vendos në qendër të dhomës së spitalit Nasser në Gaza. E këtu çdo ditë mblidhen palestinezët me shpresën për të identifikuar të afërmit e tyre të zhdukur, pasi 10 trupa të mbajtur nga Izraeli u kthyen si pjesë e marrëveshjes së armpushimit të arritur me Hamasin. Shteti izraelit nuk ka dhënë identitetin e personave tashmë kufoma dhe as ndonjë hollësi për prejardhjen e tyre. Autoritetet shëndetësore në territorin e bllokuar nuk kanë qasje në testimin e ADN-s ose teknologji të tjera të sofistikuara që Izraeli ka përdorur për të identifikuar mbetjet e pengjeve të marra në sulmin e Hamasit më 7 tetor 2023, i cili ndezi luftën. Janë të gjithë njësoj dhe të gjithë janë kufuma të kalbura dhe të dekompozuara. Nuk kanë tipare dalluese. Ne kërkojmë emrat e tyre ose testet e ADN-s. Nuk kërkojmë asgjë më shumë se kaq. Një zyrtar i lartë shëndetësor në Gaza tha se disa trupa mbanin prova torture dhe bëri thirrje për hetim. Ndërkaq, ushtria izraelite tha se vepron në përputhje me ligjin vendas dhe ndërkombëtar dhe hodhi poshtë plotësisht akuzat në lidhje me abuzimin sistematik të burgosurve. Të paktën 57 trupa u varrosën në një varr masiv në Deir al-Balah të mërkurën, ndërsa pjesa tjetër është në spitalin Nasser duke pritur të identifikohen.